Disa shqiptar furnizojnë me kokainë, heroinë dhe droga sintetike edhe Finlandën. Arrestohen 9 vet, 2 në kërkim. Krerët e bandave janë nga Vlora. Policia godet një grup kriminal me rrezikshmëri të lartë me bazë kryesore në Fier. Arrestohen 4 persona, kapen armë, municion dhe drogë. Ministri i Jashtëm zhvillon një vizitë zyrtare në Athinë, takime me presidentin dhe homologun grek, në fokus kufiri detar dhe integrimi europian. Maturantët japin provimin e gjuhës së huaj. Teza publikohet pas nisjes së procesit, risia këtë vit, testi personalizuar për nxënësit me aftësi ndryshe. Zbulohet finalja e madhe e Ferma VIP. Konkurrentët mësojnë rrugtimi, se rrugtimi mbyllët 20 qershor, publiku do të vendosë me votë për finalistin e parë. Ora 19 mbrëma nga Vision Plus, ky është edicioni kryesor i lajmeve. Këto ishin titujt, shkojmë me radhë. Një hetim 2 vjeçar i autoriteteve finlandeze dhe i strukturës së posaçme antikorrupsion të Shqipërisë është kryer me goditjen e 4 grupeve kriminale shqiptare. Grupet trafikonin në vendin nordik kokainë, heroinë, kanabis dhe droga sintetike. Gjatë operacionit janë arrestuar 9 vet, ndërsa 2 janë shpallur në kërkim. Krerët e bandave rezultojnë të jenë nga Vlora. Për herë të parë, bandat shqiptare kanë shtrirë aktivitetin e tyre kriminal të prodhimit, shitjes dhe trafikimit të lëndëve narkotike jashtë shtetit edhe me drograt sintetike. Kështu njoftoi sot në një konferencë të përbashkët kreu i SPAK Altin Dumani, shoqëruar nga homologët finlandez, pasi një rrjet i trafikut të drogës nga Shqipëria, Spanja e Hollanda drejt Finlandës është goditur nga SPAK në bashkëpunim me autoritetet finlandeze pas një hetimi 2 vjeçar. Procedimi penal u regjistrua në qershor të vitit 2023, pasi pala finlandeze sinjalizoi SPAK-un për aktivitetin masiv kriminal të disa shqiptarëve atje. Bëhet fjalë për të paktën 4 grupe kriminale, krerët e të cilëve drejtonin aktivitetin nga Shqipëria, që karakteristikë të veçantë kishin bashkëpunimin mes tyre për trafikun e drogës. Organizatorët apo krijuesit e grupit preferonin të rinin në Shqipëri dhe nga këtu organizonin gjithë aktivitetin kriminal. SPAK na ka bërë përshtypje është se në hetimet tona është herë e parë faktikisht që shikojmë grupe kriminale që kanë në fokus të tyre edhe drogat sintetike. Paktën në hetimet e drejtanishme është herë e parë që evidentojmë një grup kriminal që ka në fokus të vrimdajës të tyre edhe trafikimin apo përshitjen edhe të drogave sintetike. Por cilat ishin rrugët që bandat ndiqnin për të transportuar sasitë e lëndëve narkotike dhe si komunikonin ato? Njëra nga rrugët ka qenë transportimi nga Hollanda në Finland me kamion me një shofer polak. Kjo është shumë e zakonshme në Finland, pra konsumimi i amfetaminës dhe ka sens ky lloj trafikimi, kurse kanabisi vinte nga Spanja në drejtim të Finlandës. Përsa i përket platformave të tyre të komunikimit, ato kanë qenë përmes Telegram, WhatsApp dhe Sinjal. I pyetur se kush janë personat që SPAK ka marrë në hetim, prokurori Alfred Shehu tha: 2 nga krerët e grupeve kriminale janë me origjinë nga Vlora. Shqipëria është e vogël dhe për bazë konkrete nuk mund të flasim, sepse aktivitetet sot kryen edhe me mjetet komunikimit elektronik. Pjesa tjetër ka qenë përqendruar në zonën e Kuçovës dhe Beratit. Një pjesë e këtyre me origjinë nga këto rrethe janë të vendosur me banim në Tiranë. Aktivitetet lishme, ata kanë qenë qytetarë të lirë, hetimet tona si thash kanë qenë të fshehura. Në total, gjatë këtij hetimi është sekuestruar rreth 300 kg drog, konkretisht 170 kg amfetamin, 10 kg kokainë dhe 100 kg kanabis. Po ashtu janë sekuestruar 8 automjete, telefona celular dhe shumë dokumente me vlerë për hetimin, dokumente në gjuhën finlandeze me të dhëna të rëndësishme për aktivitetin kriminal, ndërsa për paratë e përfituara nga aktiviteti kriminal, paralelisht ka nisur një hetim pasuror për të 11 personat. Mbetemi tek kjo temë dhe shkojmë në Fier, ku policia ka kryer një operacion që ka çuar në goditjen e një grupi të rrezikshëm kriminal. 4 pjesëtarë të tij përfunduan në pranga, u sekuestruan armë, municion luftarak dhe drogë. Dyshohet se rrjeti trafikonte armë me të cilat furnizonte grupe të tjera në disa qytete të vendit.
Një grup kriminal që merrej me trafik armësh dhe kultivime shitje të lëndëve narkotike është goditur nga policia e Fierit pas 6 muaj shëtimesh intensive. Në kuadër të këtij operacioni kanë rënë në pranga 4 persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Nga hetimet rezultoi se disa shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin ushtronin veprimtari kriminale në fushën e trafikimit të armëve dhe municioneve të kalibrave të ndryshëm, si dhe mbanin armë zjarri për qëllime kriminale. Ky aktivitet kryej në disa qytete të vendit, si Fier, Lushnjë, Durrës, Shkodër dhe Kukës, ndërsa në disa raste armët siguroheshin nga Kosova dhe futeshin ilegalisht nëpërmjet pikës së kalimit kufitar në Morin. Nga hetimet rezultoi se ky grup merrej edhe me kultivimin e bimëve narkotike dhe shitjen e kanabisit. Gjatë operacionit u ushtruan 8 kontrolle banesash, 2 kontrolle në ambiente të dyshuara për magazinim të armëve dhe municionit luftarak, si dhe 3 kontrolle automjetesh ku sekuestruan. 4.000 bimë narkotike, 2.000 të mbjella dhe të hedhur në parcel dhe 2.000 të kultivuara në kubik, të mbjella në tokën e shtetasit me iniciale BB. U sekuestruan 3 armë zjarri automatike, 2 armë gjau dhe 636 fishek të kalibrave të ndryshëm. Janë sekuestruar 5.000 fara kanabis, të cilat do të hidheshin dhe do të gjendeshin sërish përpara veprës së kultivimit. U sekuestruan 2 radiosit policisë, 2 uniforma policie, 1 maskë plastike silikon me paruke, 3 automjete dhe 10 celular. Nga hetimi rezulton se ky grup vepronte i organizuar me qëllim trafikimin e armëve nga Kosova në Shqipëri për t'i shitur më pas tek individ të përfshirë në veprimtari kriminale. Bora Ambuzi dhe Qamil Shurdi ishin organizatorët e rrjetit, ndërsa anëtarët e tjerë kishin në rol sigurimin e armëve dhe gjetjen e klientëve. Njëkohësisht, kryetari i grupit Bora Ambuzi organizonte kultivimin dhe më pas shitjen e kanabisit. Pas Kipros, Ministri i Jashtëm Igli Asani është ndalur në Athinë, ku është takuar me presidentin e vendit si dhe me homologun e tij grek. Gjatë vizitës zyrtare janë diskutuar çështjet dypalçe të mbetur hapur siç është ajo e kufirit detar. Ministri Asani vuri në duke se ajo kjo çështje duhet trajtuar përmes dialogut të sinqert. Ministri i Punëve të Jashtme Igli Asani zhvilloi sot një vizitë zyrtare në Greqi ku u prit nga homologu i tij, Ministri i Punëve të Jashtme Gjorgjos Gerapitritis dhe Presidenti i Republikës Elene Konstantinos Tasoulas. Në deklaratën pas takimit me homologun grek, Ministri Asani u shpreh se u rikonfirmon vullneti për të forcuar më tej bashkëpunimin dypalësh, të ndërtuar mbi besimin, interesat strategjike dhe rolin e përbashkët si aleat të NATO, palë zhvilluar një shkëmbim të thëduar mbi procesin e integrimit evropian të Shqipërisë si cilësuar si prioritet kombëtar nga qeveria shqiptare, duke vlerësuar mbështetjen e vendit fqinj. Në lidhje me çështjet e hapura dypalçe përfshirë atë të detit, Ministri Asani u shpreh se duhen trajtuar me seriozitet dhe të adresohen përmes dialogut të sinqert. Në takimin me Presidentin e Republikës u theksuan dinamikat pozitive të dialogut mes dy qeverive dhe rëndësia e thedhimit të marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare. Në kuadër të vizitës, ministri u ftua në një diskutim me anëtarët e Institutit Eliamep, një ndër institucionet më të njohura në Greqi për çështjet e politikës së jashtme dhe evropiane. Vizita përmbyllet me një pritje të organizuar nga Ambasada e Shqipërisë në Athinë, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të trupit diplomatik, institucioneve greke, medias, si dhe anëtarë të komunitetit shqiptar në Greqi. Komisionerja e zgjerimit evropian Marta Kos tha sot se Shqipëria ka mundësi reale që të jetë anëtare e Bashkimit Evropian deri në vitin 2029. Ajo vuri në duke progresin e bërë me reformat dhe shtoi se procesi bazohet vetëm në merit. Në fjalën e saj në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian, komisionerja për zgjerimin Marta Kos deklaroi se brenda vitit 2029 Shqipëria mund të ulet e barabartë mes 27 vendeve të Unionit. Ajo theksoi se BE është e gatshme të anëtarësojë të paktën një vend brenda këtij mandati. Kemi një mundësi reale që të sjellim një apo më shumë vende kandidate në vijën e finishit gjatë këtij mandati. Me Shqipërinë kemi hapur tashmë 24 kapituj. Vetëm në 2 muajt e fundit kemi hapur grup kapitullin e dytë dhe të tretë. Kemi parë përparim konkret dhe jam e bindur që do të shohim edhe më shumë arritje përpara përfundimit të këtij semestri. Disa vende kandidate kanë kuptuar se momenti i ri për zgjerimin është serioz dhe po i zbatojnë reformat më shpejt se kur më parë. Kos vlerësoi punën e bërë deri më tani në lidhje me zbatimin e reformave, por nënvizoi se procesi bazohet në merit.
Uniteti vjen edhe nga vlerat e përbashkëta. Kjo është arsyeja pse këmbgulim që procesi të bazohet në merit. Vendet kandidate duhet të zotrojnë reformat e tyre, të ndërtojnë institucione demokratike të qëndrueshme dhe ekonomi të qëndrueshme. Në të gjitha këto, sundimi i ligjit dhe vlerat themelore janë të panegociueshme. Pak ditë më parë, në një konferencë në Bruksel, komisionerja deklaroi se vendi ynë do të hapë të gjithë kapitujt negociues brenda muajit qershor. Sali Berisha i vjoj akuzat ndaj kryeministrit Rama, këtë herë në Asamblen Politike të Partisë Popullore Europiane. Sipas tij, organizatat e trafikut të drogës gëzojnë mbështetjen e qeverisë dhe punuan për Ramën në zgjedhje. Nga Brukseli, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në Asamblen Politike të Partisë Popullore Europiane deklaroi se Shqipëria është i vetmi narkoshtet në Europë, duke e përshkruar situatën në vend si emergjencë kombëtare. Drug cartels in my country. Kartelat e drogës në vendin tim janë me diferencë më të fuqishmet në Europë. Përse? Sepse kanë në dorë portet kryesore të vendit. Rruga e heroinës që vjen nga lindja kalon nga duart e tyre. Ata janë në sipërmarrje të përbashkëta me policinë, prokurorët, ministrat dhe vetë kryeministrin. Në zyrën e tij, ai mban një person të quajtur Ergys Agasi, që vepron si koordinatori i kartelit të drogës në shërbim të pushtetit. Sipas Berishës, kryeministri Rama po përfiton nga ligji për kultivimin e kanabisit mjekësor. The Prime Minister of Albania provided... Zoti kryeministër i Shqipërisë dha 138 licenca për kultivim droge. Nëse ligji lejon kultivimin për qëllime mjekësore në vetëm 200 hektar, këtë herë ai i dha 29.000 hektar, një shifër që përkthehet në më shumë se 100 milion rrënjë kanabis. Një rrënjë ka vlerë nga 500 deri në 1.000 euro. Kjo ishte pak a shumë atmosfera në të cilën u zhvilluan këto zgjedhje. Për zgjedhjet e 11 majit, lideri demokrat tha: Në këto zgjedhje, i gjithë shteti u shndërruar në një trup elektorale. U përdorën fuqitë financiare, njerëzore, logjistike, ekzekutive, pa kufi për të ndaluar, për të kontrolluar dhe për të manipuluar votën e qytetarëve shqiptar. Sipas Berishës, jo vetëm që i gjithë shteti u vendos në funksion të zgjedhjeve, por gjatë fushatës, qeveria u dhuroi çdo pensionistin nga 100 euro, ndërsa 2 ditë përpara zgjedhjeve, ajo fali 200 milion euro gjoba e interesa. Ndërkohë, sipas PD-s, kërkesës që Berisha bëri për Partinë Simotër Europiane për një mision faktmbledhës në Shqipëri, PPE i tha po. Në vijim, opozita thot se është e vendosur që të hap kutit për çdo kandidat që pretendon se ka patur shkelje gjatë numërimit të votave. Partia Demokratike beson se këto kërkesa i shërbejnë transparencës. Partia Demokratike duhet kërkojë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve hapjen e kutive, rinumërimin e votave për të gjithë kandidatët e saj që kanë pretendime për parregullsi. Sekretari për çështjet zgjedhore në PD Ivi Kasos sqaron se kodi zgjedhor nuk u njeh kandidatëve të drejtën për t'u ankuar në KQZ e për të rinumëruar votat. Ndaj këtë hap do ta hedhë në emër të tyre Partia Demokratike. Sipas Ivi Kasos, PD së pari do të kërkojë në KQZ pavlefshmërinë e zgjedhjeve dhe përsëritjen e tyre në 12 qarqet e vendit. E më pas do të kërkojë edhe hapjen e kutive, rinumërimin e votave për secilin kandidat që kërkon transparencë. Janë udhëzuar gjithë kandidatët, sikundër është udhëzuar dhe ekipi ligjor që përfaqëson Partinë Demokratike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, që çdo kërkesë nga secili kandidat që përfshin kërkesë për marrje filmimesh, për mbështetje ligjore të çfarëdo lloji, kërkesë për numërim, rivlerësim votash të subjektit ose të vetat të kandidatit në qendra të caktuara, në zona administrimi zgjedhor të caktuara, por edhe në qarqet të caktuara nëse është nevoja, do të merret në konsiderat. Ivi Kaso deklaron se opozita do të kërkojë jo vetëm rinumërimin e votave për kandidatët e Partisë Demokratike, por edhe për kandidatët e Partisë Socialiste dhe partive të tjera. Gjithë kërkesat e kandidatëve tanë do të mbështesen plotësisht. Më pas, transparenca mbi kërkesat e kandidatëve tanë do të pasjellë transparencën mbi çdo vot të numëruar për secilin kandidat që ka qenë në garë në atë njësi ose në atë zonë ose në atë qendër votimi në të cilin kërkohet hapja e kutive. Sepse vetëm hapja e kutive çliron gjykimin e popullit me votë. Pas vdekjes Partisë Socialiste në vitin 2009 për hapjen e kutive, rinumërimi i votave ligjërisht është i garantuar të paktën për 2 partitë e mëdha. Nëse KQZ e rrezon kërkesën e PD-s për hapjen e kutive, atëherë opozita mund të përdorë nenin e kodit zgjedhor, që u jep të drejtë 2 anëtarëve të Komisionit të Ankesave të hapin kutitë e votimit. Dhe PD i ka 2 anëtarë në kas, duke pasur të garantuar të drejtën për të rinumëruar çdo kuti që dëshiron në çdo qark të vendit.
Me kërkes të koalicionit Nisma Shqipëria bëhet është hapur një kuti me flet votimi në qarkun e Vlorës. Kjo ka ndodhur në Komisionin e Ankimeve dhe Sanksioneve. Koalicioni i drejtuar nga Adriatik Lapaj kishte ngritur pretendime për manipulim të procesit përmes fletëve jo të vlefshme. Por pas hapjes së kutisë, të gjitha fletët e votimit rezultuan me vulë të rregullt. Pra, kjo që Të dhënat e administratës tatimore tregojnë se mbi 120.000 qytetar individ kanë deklaruar të ardhurat personale vjetore. Ndërkohë, ka nisur verifikimet për ata që nuk kanë plotësuar formularin, mes të cilëve janë 400 individ që zotrojnë automjete luksoze. Për herë të parë këtë vit, mijëra shqiptar patën detyrimin të deklaronin të ardhurat e tyre nëpërmjet formularit të ardhurave vjetore. Afati i fundit ligjor ishte muaji mars. Sipas të dhënave zyrtare, deri në fund të këtij afati, numri i deklaratave të dorëzuara arriti në 124.000, ndërkohë që pritshmëritë e administratës tatimore ishin për rreth 140.000 shqiptar, të dy punësuar dhe me të ardhura vjetore që nisin nga 1.2 milion lek bruto në vit. Kjo shifër është gati 2 fish më e lartë se viti 2023. Sipas të dhënave nga tatimet, kjo shifër vjen të jetë dinamike pasi ende ka individ që edhe përtej afatit zyrtar dorëzojnë deklaratat e tyre. Tashmë administrata tatimore ka nisur fazën e dytë, që është verifikimi i saktësisë të dhënave të deklaruara. Nëse me kryqëzimin e të dhënave ka pasaktësi të deklaratës dhe individi është subjekt i tatimit, ai do t'i nënshtrohet pagesës së detyrimeve të lindura. Ky proces po nis me verifikimin e 400 shqiptarëve të parë që janë posedues të një mjeti luksos. Më herët tatimet njoftuan për nisjen e verifikimit për poseduesit e këtyre mjeteve, pasi rezulton se këta individ nuk kanë dorëzuar deklaratën vjetore të ardhurave. Pra 124.000 individ kanë plotësuar formularin e të ardhurave personale për efekt të tatimeve. Do të bisedojmë me zotin Eduard Gjokuta, ekspert i ekonomisë. Mirëmbrëma, cili është koncepti bazë i deklarimit të ardhurave personale? Përse? Cila është arsyeja e ekzistencës së këtij instrumenti fiskal? Deklarata të ardhurave individuale është një deklaratë që përmbledh gjithë të ardhurat e atyre që te kalojnë atë që quhet të hyrat në buxhetin e tyre, mbi 2 milion lek të reja në vit, dhe natyrisht të përfshihen edhe ata që nuk i kalojnë këto të ardhura, por janë të dy punësuar, janë në dy punëdhënës të ndryshme. Në risit të që janë futur në ndryshimet ligjore, përfshihen edhe ata që kanë të ardhura nga qiraja, edhe pse mund të mos të kenë kaluar të kufit të xhiros. Pra, në vlerësimin tonë, ajo çfarë do të ishte kontingjenti i qytetarëve sipas regjistrave aktiv për të deklaruar, do të ishte shumë më tepër se sa kaq, pra na rezulton që rreth 25-30% e atyre që do të deklaronin në fakt kanë deklaruar dhe natyrisht ata që u ka dalë kanë paguar dhe tatime. Pra, kemi të bëjmë me një hendek shumë të madh midis asaj çfarë duhet deklaruar me atë çfarë kanë deklaruar si qytetar. Kufiri, në fakt, pragu i deklarimit ul për herë të parë nga 2 milion lek, ju thatë gabimisht 2 milion lek, në 1.2 milion lek. Gjë që ka sjellë që dukshëm është rritur numri i individëve që deklarojnë. Përse mendoni ju që është ulur ky prag? Pragu është ulur për deklaruar për vitin tjetër, nuk është kontingjenti këtij viti. Do të thënë deklaratat që janë për të vit i përkasin vitit 2024 dhe natyrisht janë me ato norma që unë përmenda pak më përpara. Ndërkohë, për vitin 2025 të gjithë qytetarët duhet të kenë parasysh të mbajnë gjithë dokumentacionin për shkak edhe të atyre çfarë lejon ligji për të zbritur që të plotësojnë këtë kriter. Pra të ardhurat në vetvete duhet të jenë sinkron i atyre çfarë vijnë nga pagat, i atyre çfarë vijnë nga burimet të tjera dhe natyrisht kufiri 1.2 milion vlen për deklaratat që do të bëhen në vitin 2026, por që realizohen si të ardhur në vitin 2025. Dhe parasysh duhet të mbajnë të gjithë që sa më formal të jenë, natyrisht do të kenë atë lloj përfitueshmërie në zbardhjen e shpenzimeve të tyre, pasi gjithë synimi i taskave nuk është thjesht ajo çfarë lidhet me datën, por është kontrolli i mënyrës së jetesës, pra shpenzimeve që kanë një hendek të madh me atë çfarë ata kanë të ardhur si qytetar. Sipas ligjit dhe asaj që ndodh realisht në praktik,
Çfarë ndodh nëse dikush që duhet të deklarojë të ardhurat nuk i deklaron? Natyrisht që llogaritja tajtativ që është sipas tipit të ardhurave, pra të ardhurat që mund të vinë nga paga, në fakt deklarohen, por ato që nuk deklarohen realisht llogaritet ajo diferencë sipas shkallëzimeve të tatimit, dhe ato të ardhurat të tjera që nuk janë të ardhura nga paga, por janë të ardhura nga kapitali, si të ardhurat nga qirat, të ardhurat nga interesa bankare, nga pjetërsimi i titullit pronësisë apo gëshitje pronës, të ardhurat që emigrantët realizojnë në Shqipëri, futende ata pavarësisht se si e kanë zgjedhur mënyrën, dhe kjo është tjetër temë diskutimi, dhe gjithë ata çfarë realizojnë të ardhurat nga burime të tjera si drejt autorit, të ardhurat nga patenta, pra të gjithë të ardhurat që vijnë në forma të ndryshme, natyrisht që në qoftë se nuk deklarohen llogaritë tatimi, këtyre që janë përmendura nga kapitali 15%, përveç të ardhurat nga dividendi që është 8%, dhe ato çfarë janë nga punësimi me ato pragje që tham 13 dhe 23%. Dhe në qoftë se në ligjin përkatës, në fakt parashikohet të ketë edhe zbritje tatimore. Mund të japim një shembull të thjeshtë dhe të shkurtër pse dhe kur zbatohet i zbritje tatimore? Po ajo zbatohet në kushtet kur përzidhet deklarimi familjar përgjithsisht, dhe ai që merr përsipër të deklarojë edhe për fëmijët ato zbritje që lidhen me edukimin dhe me shëndetësinë në kufi të caktuar, të përcaktuar nga ligji, natyrisht që janë pjesa që i zbriten asaj që quhet e ardhur të tushme. Dhe mbi këtë diferencë pastaj llogaritë tajtativ që mund të rezultojë. Por përgjithsisht shumica e të ardhurave që rezultojnë nga ata që deklarojnë janë të ardhura nga puna dhe shumë pak janë të ardhura nga kapitali. Dhe pikërisht duhet të synuar zgjerimi i atyre që nuk kanë deklaruar të ardhur nga kapitali, sidomos ka një normë tolerance sociale për sa i përket të ardhurave nga qirat, të cilat janë me një boslik shumë të madh në atë çfarë duhet të deklarojnë, dhe të ardhurat të tjera që vinë nga burime dytësore, që janë si kontribute të pronësisë intelektuale apo të ardhura nga lojat fatit e të tjera të tjera. Zoti Gjokuta ka rënë në sy dhe pyetja e fundit e shkurtër lutem, ka rënë në sy se organet tatimore janë vënë po gjurmojnë disa individ, 400 individ, të cilët zotërojnë automjete luksoze dhe është gjetur që ata as nuk kanë deklaruar të ardhura 1.2 apo 2 milion lek në vit. Çfarë mendoni se do të sjellë kjo gjyëti? Është diçka simbolike në krahasim me atë çfarë tatimet duhet kishin bërë me kohë për të bërë të krahasueshmëri, pasi legjislacioni nuk është se ka ndryshuar. Njëti legjislacion tashmë po aktivizohet për këtë kategori dhe ballafaqimi që duhet kishin bërë nëpërmjet mekanizmave të riskut për individ që dukshëm kanë këtë lloj qasje, dhe këtu po flasim ata që kanë importuar makina luksi të tilla që kalojnë në vlerën e disa $10.000 apo eurove sipas vendit të importit. Por unë do përmendja një fakt nga i stati ku deklarohet se për 4 mujorin e vitit që jemi, 2025, janë deklaruar mbi 4.500 automjete që kalojnë vlerën mbi 30.000 euro. Gjë që tregon që duhet ishte ndezur dhe për këta sinjali alarmit për të bërë të njëjtë krahasueshmëri. Pra, nuk mjaftojnë 400, është një përzgjedhje më shumë për të treguar se po bëhet diçka, kur në fakt do të ishin bërë në formë sistematike, duke përdorur ato instrumente që përdorin gjithë administratat e zhvilluara, me qëllim që sot të kishim një normalitet ku të përfitonin të njëjtën barazit tatimore edhe ata që nuk kanë deklaruar. Dhe me këtë rast unë i bëj thirrje, është dhe një kategori shumë e madhe e individëve që nuk ka lidhje me automjetet, janë ata që përfitojnë në mënyrë direkte nga ato të ardhurat online, influencerat e të tjerë, që është një kategori që ligji e uanjef që duhet të trajtohen, ndërkohë administrata dukshëm nuk ka ende instrumente të tilla që të bëj bashkë të gjitha. Faleminderit zoti Gjokutaj, faleminderit, ne do të ecim më tej. 2 magazina të mëdha me veshje kontraband ku stampoheshin dhe logo të false të markave të njohura janë zbuluar nga policia e Tiranës. Gjatë aksionit, agjentët kundër krimit ekonomik arrestuan 4 persona dhe shpallën në kërkim 2 të tjerë. Njëri prej tyre është një shtetas turk që besohet se ishte organizatori dhe financuesi i skemës mashtruese me veshje të paraqitura si origjinale. Sipas policisë, produktet e falsifikuara hidheshin në treg duke përfituar shuma të mëdha parash.
Maturantët ju nështruan sot provimit të parë atij të gjuhës së huaj. Ashtu siç ka ndodhur çdo vit, pak minuta pas nisjes së procesit, teza është shpërndar në rrjetet sociale. Për herë të parë është aplikuar testi i personalizuar për nxënësit me aftësi ndryshe. Për mbi 27.000 maturant në të gjithë vendin u zhvillua provimi i parë i maturës shtetërore në lëndën e gjuhës së huaj. Nxënësit u paraqitën në ambientet e shkollës në orën 8:30 minuta, ndërsa provimi nisi në orën 10 për të përfunduar në orën 12:30. Maturantët e cilësuan këtë testim më të lehtë krahasuar me përgatitjet e tyre apo tezat e viteve të kaluara, e si pasojë presin rezultate të kënaqshme. Gjitha pyetjet ishin të lehta, disa pyetje po më vinin më me thjeshtësi, sidomos të pyetjet me alternativa, që po i qarkoja direkt, domethënë, ato pyetje që ishin pak më me zhvillim, që kishin lidhje me përmbajtje rreth tekstit, mund të them që jam menduar 2 herë, po prap nuk është se kishte ndonjë vështirësi të madhe, kohën më të madhe vetë kam shpenzuar tek puna me shkrim, me që ishin 2, tek si argumentuese dhe emaili. Po ishte mesatare, jo shumë e vështirë, as shumë e lehtë jo. Kishte ca pyetje që ishin pak me klecë, kishte eseja që donte pak më shumë për kushtim. Mesatar. Prisja çik më të vështirë, po nuk ishte aq keq. Në krahasim me vitet e tjera mu duk më i lehtë, sidomos teksti i parë, që zakonisht bëhen alternativa të vështira, të parafërta, dhe vocabulary, pra fjalët janë nivel B2, por në fakt këtë vit mu duk më i lehtë se herët e tjera. Provimi u zhvillua në 145 qendra në të gjithë vendin, ndërsa më shumë se 640 mësues do të korrigjojnë testet e maturës. Gjatë procesit të testimit u ndaluan pajisjet elektronike dhe u morën edhe masa ekstra në institucionet arsimore, duke pajisur ambientet e testimit me bllokues valësh. Megjithatë, edhe këtë vit, tezat e provimit të gjuhës së huaj u publikuan të paktën 20 minuta pas nisjes zyrtare të provimit. Maturantët konfirmuan se teza ishte e njëjta për të cilën u testuan, megjithatë mohojnë të kenë kopjuar. Ministria e Arsimit, duke i quajtur fotografimin dhe publikimin e tezës si një akt të shëmtuar, siguroi se nuk ndikon në proces dhe nuk cënon punën e mësuesve, administratorëve apo strukturave arsimore në vend. Risi për këtë vit janë edhe testet e personalizuara për 140 maturant me aftësi ndryshe. Mes emocioneve të shumta, vipat e Fermës mësuan gjatë spektaklit të mbrëmshëm datën e finales. Rrugtimi i tyre do të mbyllet në mbrëmjen e 20 qershorit, ku do të mësohet edhe fituesi. Në prajmin e 19 të spektaklit Ferma VIP 2 në ekranin e Vision Plus, u zbulua data e finales së madhe që do të mbahet në 20 qershor. Lajmin e mësuan vetë konkurentët nëpërmjet një sfide të veçantë. 3, 2, 1, go! Të lidhur nga këmbët me njëri tjetrin, fermerët u vunë në kërkim të 6 çelsave, ku vetëm njëri prej tyre ishte i duhuri për të hapur sëndukun kur ruaj pishtari i shpresës. Gjetja e çelsit dhe ndezja e zjarrit me pishtar shënuan momentin kur u zbulua dhe data e shumë pritur e finales. Pas këtij momenti emocionues, Luana hapi televotimin, ku sërish publiku do të ketë fjalën e fundit për të zgjedhur finalistin e parë. Të hap zyrtarisht televotimin. Ndërsa 2 konkurrentët më pak të votuar do të përballen në një sfidë vendimtare që do të përcaktojë se cili prej tyre do të largohet përfundimisht nga gara. 2 surpriza për 2 prej konkurrentëve më të spikatur të këtij edicioni befasuan jo vetëm fermerët, por edhe publikun. Protagonisti i mbrëmjes për pak minuta u bë Andueli, i cili solli linjën e jetës së tij përmes një rrëfimi rënqetës. I rritur në një familje me 6 fëmijë, ai theksoi se vështirësitë e kaluara kanë forcuar edhe më shumë marrëdhëniet e ngushta familjare. Pas këtij rrëfimi, fermeri u surprizua nga një mesazh audio i të dashures së tij. Andueli im, jam krenare për ty. Jam e lumtur që të gjithë. Me njëherë pas kësaj, Andueli u drejtua dhomës së ndenjes, aty ku e priste ëma, duke i dhuruar një prej kujtimeve më të bukura që do të kenë të dy. Një tjetër surprizë e veçantë erdhi nga familja e Yllit, ku nëna e tij hyri në fermë për t'i sjellë një mesazh të rëndësishëm, një letër e cila i bëri me dije Yllit divorcin zyrtar.
Ma dëshoj jetën për të mirë dhe... Kjo histori që u bë publike disa javë më parë, ndezi reagime dhe debate jo vetëm mes fermerëve, por edhe mes publikut, duke theksuar dimensionin emocional dhe dramatik të këtij spektakli. Gjatë mbrëmjes nuk munguan as debatet, përballjet, sfidat dhe tensioni. Ferma VIP 2 vazhdon të jetë një fenomen televiziv që kalon kufit, ndaj ju mos humbisni ripozicionimin e secilit, duke i ndjekur në 2 kanalet e dedikuara të platformës Tring, Ferma VIP 1 dhe Ferma VIP 2, po ashtu dhe në përmbledhjen ditore në Vision Plus. Natën e mirë, ju dua, ju tashmë e dini. Për shkak të fluksit të madh të kërkesave, Federata Shqiptare e Futbollit e shtyu deri në 4 qershor shortin elektronik për fituesit e biletave për duelin Shqipëri-Serbi. Por grupi i tifozëve kuqezi e quajti shortin një fars, një fjalë familjare kjo në arenën politike këtë ditë, por edhe këta kanë quajtur fars duke deklaruar se për herë të parë pas 2 dekadash nuk do të jenë në mbështetje të kombëtares. Të gjithë ata që kanë aplikuar për një biletë të ndeshjes së shumë pritur Shqipëri-Serbi e kanë ende një mundësi për të mos e humbur sfidën e të shtunës në arenën kombëtare. Federata Shqiptare e Futbollit njoftoi se është shtyr me 2 ditë të tjera, më 3 dhe 4 qershor, procesi i shortit elektronik, nga i cili përzgjidhen fituesit e biletave për duelin kualifikues të botrorit Shqipëri-Serbi. Kjo zgjatje është bërë domosdoshme për shkak të numrit shumë të lartë të aplikimeve të regjistruara në sistem dhe ngarkesës së platformës, çka e bën të nevojshëm një proces më të kujdesshëm, transparent dhe të drejtë për të gjithë aplikuesit, thuhet në njoftimin e faqes zyrtare të Federatës. Fluksi i kërkesave për biletat për duelin kualifikues të botrorit ka qenë jashtëzakonshëm. Mirëpo ajo që bie në sy për këtë sfidë është se për herë të parë pas 2 dekadash Shqipëria nuk do të ketë në mbështetje grupimin Ultras tifozët kuqezi, të cilët e kanë mbështetur Shqipërinë brenda dhe jashtë vendit pa kursim. Krisja me Federatën është tashmë realitet, teksa grupimi përmes një njoftimi në rrjetet sociale bëri të ditur se nuk do të jenë të pranishëm të organizuar në stadium të shtunën. Ndryshe nga ndeshjet e mëparshme ku antarët tanë organizuan për të siguruar bileta në sektorin ton tradicional, këtë herë nuk morën pjesë në farsën e organizuar me pretekstin e një shorti të rrem. Ky sistem i ndërtuar për të garantuar bileta për agjencitë turistike dhe më pas për të ushqyer pazaret e zakonshme, është thellësisht i padrejtë dhe i papranueshëm, thuhet në njoftimin e tyre. Në duelin kundër Serbisë pritet të jenë stadium diçka më shumë se 21.000 tifozë, nga cilët një pjesë i shpërndahen institucioneve dhe sponsorëve. Çmimet për tifozët e thjeshtë janë rritur ndjeshëm teksa minimumi i biletës është 20.000 lekë të vjetra, në tribunën përkashi 150.000 lekë të vjetra, ndërsa në tribunën kryesore deri në 500.000 lekë të vjetra. Përfunduam këtu edicionin kryesor të lajmeve për sot e martë 3 qershor. Ju urojmë përmbledhje të këndshme.